Po, kjo konë vepër se Hashimoto është një ndër sportistat më të mirë në kategorinë time -60 kg. Hashimoto është i pori për ndryshe në ranglistën botërore. Kur e hin to me duel, në cillin vend ka qenë ti? Unë jam koni 110. Kundër të parit. Po, kundër të parit. Ai u konë domethënë i pori në ranglistën botërore, tash me si suksesi na doli 14. Ka të erdhë ideja se ajo goditja edhe marrja e pikës me këmbën lart, kur e ke godit mrapa, prej asaj që e pash në video, nuk e ka prit Hashimoto, edhe 2, halo pa përfundu mirë, kur e ka marrë goditjen këtu, i ka ardhur çaq shumë i nati sa ide nuk e ki, domethënë video shihet se nuk e ka prit. E kena deklasu ato se ai neve nuk na ka marrë parasysh se na jena konë domethënë me rang kena konë shumë larg. Edhe ai ku me ditu hi neve veç me na kalu qashtë si nxejme për të, po nuk i dul qashtë. I dul me therra. Po e ke pas edhe një bisedë, mbasi ka përfundu betejë me Hashimoton, e ke pas një bisedë me to, ka komunikuar me ty? Po, tha që nuk e kom prit që abeden nuk ku menu tha me të kalu aty shumë lehtë, po më ke mahnit.